Për udhëheqësinë e Kosovës do mësojnë edhe nga një këndvështrim tjetër. Këta student të ardhur nga vende e kultura të ndryshme në kuadër të Universitetit Veror në Prishtinë do dëgjojnë historinë e ngritjes së Atifete Jahjagës, e cila disa vite më parë u zgjodh presidente. Në ligjëratën e saj, ajo foli për leadershipin e fuqizimin e grave. Unë kam zgjeruar tërheqjen e vendimarrjes dhe kam shtuar më shumë karrige për të gjithë ata që për shumë kohë kanë mbetur jashtë procesit të vendimarrjes. Donse ata janë të ndikuar nga procesi i vendimarrjes, kam shtuar më shumë karrige për gratë. Ish-presidentja rikujtoi vitin 2011, kur nga radhët e policisë së Kosovës mori një nga përgjegjësitë më të rëndësishme shtetërore, duke u bërë e para e shtetit. Disi në atë kohë elitat politike në vend erdhen me idenë dhe propozimin për të nominuar një kandidat konsensual, si kandidat të mundshëm për kreun e shtetit, sepse deri në atë kohë asnjë nga emrat e rekomanduar ose të propozuar, pavarësisht nëse vinin nga partitë politike apo deri nga akademia, nuk po gjeneronin votat që kërkoshin, të cilat nevojiten për zgjedhjen e presidentit. Çdo mesazh i saj u përcoll me duar trokitje, çka pasoi me pyetje nga të pranishmit. Kur flasim për ndërtimin e shtetit dhe të kombit në shoqëritë pas konfliktit, a mendoni se gratë mund të sjellin në qasje tjetër? Në Kosovë kemi pasur 3 gra presidente. Si e shpjegoni këtë? Sa ka ndikuar kjo në një shoqëri që tradicionalisht ka qenë patriarkale? Në përgjigjen e saj, ish-shefja shtetit theksoi mungesën e përparimit të mjaftueshëm në përfaqësimin e grave në politik, por edhe të sfidat personale me të cilat përballen kur arrin në majën e vendimarrjes.